Përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Mateo Bori, një nga të preferuarit, le të themi më të preferuarit e publikut në këtë Big Brother, djali i cili tregoi dimensione jashtëzakonisht të bukura të vetes së tij, djali i cili tregoi njerëzillik, që tregoi qytetari, që tregoi edukat, që tregoi vlera të veçanta, ditën e sotme në grupin e hapur në Instagramin e tij, një grup që në fakt po ndiqet nga 10.300 followers, Mateo ka reaguar dhe ka shkruajtur menjëherë pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, ku këtë shkrimin e ka shoqëruar edhe me një fotografi në gjendjen se si Mateo ndodhet tash. Domethënë ai është në shtëpinë e Elbasan, e pas ka marrë telefonin në dorë, me patjetër që ka prekur të gjitha të dashurinë dhe respektin që ju keni treguar kundër drejt tij dhe ka shijuar këtë moment. Mateo shkruan: "Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj nga zemra për të gjithë mbështetjen që më keni dhënë. Çdo suport, çdo fjalë të mirë dhe çdo votë që e keni shpenzuar për mua, edhe pse nuk e fitova bigun, di që kam fituar dashurinë tuaj edhe mbështetja juaj, thot, më ka çuar deri në fund. Ju jam pafund falenderuese dhe mirënjohës që qëndruat me mua gjatë rrugtimit tim, duke shoqëruar këtë edhe me 3 zemra të tjera. Po mundohem t'i kthej përgjigje të gjithëve. Kam shumë mesazhe dhe i kërkoj ndjes kujt do që nuk i kam kthyer. Ju dua fort, Mateo Bori." Domethënë Mateo, siç e thash edhe mbrëm, e ka marrë me shumë sportivitet në fakt këtë rrugtim, nuk është se e ka shijuar për të keq, edhe pse nuk fitoi, ai diti të tregoj përsëri kulturën dhe qytetarin, diti të tregoj njeriu që ne në fakt jemi mësuar që ta shohim brenda asaj shtëpie. Mateo domethënë pas ka shkuar në shtëpinë e tij, që kjo nuk kupton që natën e mbrëmshme, përpos atyre intervistave të forta, përpos atyre deklaratave të forta që ne prisnim t'i jep, Mateo ka shpenzuar me familjen. Në fotografi duket mirë i relaksuar, domethënë pas ka pushuar, pas ka fjetur goxha mirë, e ka shijuar në fakt një herë këtë qëndrimin në shtëpi, sepse unë jam i bindur që i ka munguar krevati, dhoma e ndenjes. Janë këto nostalgji që në fakt krijohen kur ne jemi brenda një reality show, por mbi të gjitha Mateo e ka jetuar masovikisht dhe ndjet shumë falenderues dhe i lumtur. Unë e kam thënë në të gjithë këtë komentimin që kam bërë për Mateo, ndonjëherë nuk je fitues në qoftë se ti fiton një çmim të madh me 100.000 euro. Fitues mund të jesh edhe atëherë kur ti do t'i kesh të gjithë zemrat e publikut në dorën tënde dhe do ta shijosh atë Big Brother që të fal më së shumti publiku se sa produksioni. Mateo ndjet shumë i lumtur dhe tepër i gëzuar që ka këtë audiencë mrapa.